Në Vlorë nuk po ndalen vizitorët e huaj edhe përgjatë vjeshtës, ku të ndikuar nga kushtet e favorshme atmosferike, shumë prej mjeteve turistike si kroqerat po e fusin Vlorën si pjesë të destinacioneve të tyre, të cilat në brendësi kanë me dhjetra turistë huaj që zbresin për të vizituar qytetin e Vlorës. Numri i kroqerave, mjeteve turistike që vizituan Vlorën përgjatë sezonit veror, ishte vërtet i lartë, më i lartë në shifra se një vit më parë. Kroqerat që erdhën drejt Vlorës nuk ndaluan as në muajt shtator dhe tetor, ku kemi ende vizita të disa të tillave. Këtë të mërkurë në portin e Vlorës ka mbërritur sërish kroqera Monet. Monet vjen për herë të dytë në Vlorë dhe të dyja herët e saj në historinë e destinacioneve të këtij mjeti. Me sa duket, një tjetër kroqer e përfshin Vlorën si pjesë të destinacioneve të saj turistike. Monet ishte me flamurin e San Vicente dhe në bordin e saj ishin 53 turistë dhe 28 persona ekuipazh. Turistët në bordin e saj përkasin kombësive si më së shumti britanike, ku nga Mbretëria e Bashkuar janë thuajse 90 të kombësisë së turistëve, të cilët gjendeshin në bord, por në të gjithashtu nuk mungojnë as turistët me kombësi si gjermane, amerikane, ukrainas, portugez, arabe të tjerë. Kjo kroqer ka vizituar gjatë martës edhe portin e Sarandës, teksa në mbrëmjen e së martës ka nisur udhëtimi drejt Vlorës. Siç konfirmohet, kjo kroqer më pas do të vizitoj Durrësin. Ajo qëndron në Vlorë deri në orën 22 të mbrëmjes, kohë kur do të niset për në Durrës, pas Durrësit, ku do të mbërrijë aty në orët e vona të mbrëmjes. Të njëjtën pritet të mbyll vizitën e dytë të saj në Shqipëri, ku pjesë e turit kanë qenë 3 ndër qytetet më turistike të vendit. Turistët e huaj që gjendeshin në të sipas informacioneve kanë vizituar sitet arkeologjike dhe vendet më të bukura të Vlorës, të shoqëruar nga një guid. Sitet të cilat turistët kanë vizituar janë Kalaja e Kaninës, Parku i Orikut, Sheshi i Flamurit, lagjen e vjetër Muradije, por edhe muzet e qytetit, ku turistët njihen me një pjesë të historisë. Më pas nuk kanë munguar as shëtitjet në Bregdet, kafe apo konsumi një dreke në vijën turistike, si pjesët më të vizituara dhe më të bukura të qytetit. Sipas informacioneve, pritshmërit janë që edhe në muajt e mbetur të këtij viti të ketë ende kroqera që do ta përfshin Vlorën si pjesë e destinacioneve të tyre. Kroqere këto të cilat duke parë dëshirën e turistëve në bord për eksplorimin e vendeve të reja, por edhe për kushtet atmosferike si dhe infrastrukturën, e përzgjedhin Vlorën si një destinacion turistik për tu vizituar.